Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Kur flet për Kuranin, Imam Aliu thot se në të ka përshkrime të veprimeve të lejuara e të ndaluara, të tilla si Zoti ka lejuar blerjen dhe shitjen, por e ka ndaluar fajden. Ai jep shpjegime për veprimet e detyruara dhe fakultative, të tilla si kujtojeni Zotin kur të keni mbaruar faljen e adhurimit, qofshi në këmbë, ulur apo shtrirë, e kur të ndiheni të sigurt nga armiku, thojini lutjet tuaja si zakonisht. Këtu e detyruar është lutja, kurse format konkrete të kujtimit janë të padetyruara. Ai ka vargje shfuqizues, si ai që lidhet me periudhën e mosdaljes së gruas pas vdekjes së burrit për 4 muaj e 10 ditë, si dhe të shfuqizuar si ai izolimi deri në 1 vit, pa dalë jashtë, që urdhëronte që kjo periudhë të ishte 1 vit, por Kurani e lejonte të ndaluarën për raste të veçanta, si për shembull, kushdo që shtyhet në gabim apo shkelje pa dashjen e tij nuk kryen mëkat. Ai ka përcaktime të padiskutueshme, të tilla si asgjë tjetër nuk i duhet shoqëruar Zotit në adhurim. Kurani ka përcaktime të veçanta të përgjithshme, i veçantë është ai ku fjala ka kuptim të përgjithshëm, por kuptimi i saj është i kufizuar, si në rastin "Unë ju kam bërë të parë mbi botët, o njerëz të Izraelit". Në këtë rast, kuptimi i botëve i referohet një kohe të veçantë, megjithse kjo fjalë është e përgjithshme në kuptimin e saj letrar. Përcaktimi i përgjithshëm mbart një kuptim mjaft të gjerë, si në shembullin Zoti ka dije mbi gjithçka. Ai mund të ketë mësime, ilustrime dhe shembuj të tillë si Zoti e mbërtheu në ndëshkimin e kësaj e të asaj bote dhe në këtë ka mësim. Atëherë Zoti e mbërtheu me ndëshkim në atë botë dhe në tjetrën para saj, s'ka dyshim që këtu ka mësim për atë që i trembet Zotit.